konteksti geopolitik, geostrategjik në Ballkan është jashtëzakonisht delikat dhe natyrisht që duhet inercion për të ndryshuar, duhen shumë investime nga të gjitha palët, prandaj edhe nuk mund të ndryshohet shpejt, mirë po nuk është mirë që Kosova të identifikohet, të etiketohet edhe në raporte ndërkombëtare si një shtet i cili veçanërisht për shkak të historisë së saj specifike, të mos jep maksimumin për respektimin e të drejtave të pakicave, të mos ketë vullnet dhe gatishmëri që të kërkoj alternativa të ndryshme për t'u dalë në ndihmë edhe pakicave që jetojnë në Kosovë. Reagimi i Kvintit ka qenë jashtëzakonisht i ashpër, pra i paprecedent, sepse vetë fjala zhgënjim është një fjalë shumë e madhe, kur kihet parasysh që komunikatat e tilla zakonisht tentojnë që të ruajnë një lloj balanci dhe një retorik diplomatike.